Mirëmëngjes të nderuar miq të Indeks Pikal. Po japim shtypin e përditshëm për datën 13 mars 2014. Gazeta Telegraf hapet me kryartikullin "Ja kush do të punësohet në shtet". Qeveria miraton kushtet e pranimit të punojësve të rinj dhe të vjetër në administratën qendrore, lokale dhe ato të pavarura, nga pastruesi deri tek drejtori i përgjithshëm. Konkurrimi, përgjigja dhe pikët që shpallin fitues. Universitetet rikthejnë agitacion propagandën. Masat disiplinore për pedagogën që denoncojnë në prokurori marrëzit dhe babëzit e Universitetit të Vlorës. Koha që akuzat të zbatoj rekomandimet e Dash. Opinion e koment. Amerika kërkon drejtësi për vëllezërit Bytyçi, nga Frank Shkreli. Të fortët që sfidojnë ligjin në Durrës, nga Artura Jazi. Sociala e aktualitet. Virion Bezhani. Studentët e konvikteve të Tiranës e fedin me të Hoxha 302 dëshmorët e brigadës 8. Xhani dhe Bjazi, qëllimi im Shqipëria në Europë. Rëfen Agji Kasaruho. Arjan Sheu do të mbetet zëri brilan dhe korifeu i këngës Gjirokastrite, mirënjohje për grupin e të rinjve që bën histori në 31 vitet e festivalit folklorik. Eurodeputetja Doris Pak, policia e shtetit ka rekrutuar militantët të paaftët dhe të inkriminuarit. Miqësia France-Shqipëri, meta Franca për krah Shqipërisë, Jean-Pierre mbështetje drejt BE-s. Flet Baki Gjoliku, rilindja haron emigrantët e Greqisë, deputetët fshihen dhe mbyllin celularët. Kto ishin disa nga artikujt kryesorë të gazetës Telegraf. Vijojmë me gazetën Dita. 13 mars 1997, rrëfimi i Luan Popdratit. Çfarë ndodhi me Ramiz Alin dhe Fatos Nano natën mes 12 dhe 13 marsit në pavionin VIP të burgut 313. Një rrëfim pas 17 vitesh për natën më të egër të trazirave të 97-ës. Çfarë ndodhte në zonën speciale të 313-ës, ku gjendeshin së bashku Ramiz Alia, Fatos Nano, Sudia, Gërxhalliu dhe të arrestuar të tjerë. Byzylykët e Florin në dorën e Fatos Nanos, dëmtimi në kokë i Ramiz Alias, dialogu me drejtorin e burgut. Intervistë Dashamir Peza, 4 vitet e Edi Ramës në shtëpinë time. Vendimi i qeverisë, lista e 56 barnave të reja që rimbursohen dhe sëmundjet që kurojnë. Kurt Kola, kur Xhafer Xhorno i 30 viteve burg takoi Berishën. Opinione, portreti një babai, një shembull nga Kina, nga Mustafa Nano. Për presidentin dhe pasigurin kombëtare, nga Myslim Pasha. 11 shtatori shqiptar ose ne qiandistët. Ekonomi, ekskluzive dita zbardhafatet dhe kushtet e kredisë së FMN-s. Këto dhe të tjera artikuj do t'i ndiqni në gazeta Dita. Vijojmë me gazetën Ballkan. Konfliktet politik lën Tiranën pa vend për varre. Bashkia akuzon qeverinë, Ministria e Brendshme zbardh detajet. Problemi nuk u mor parasysh nga qeveria e kaluar. Kërkesa për shpronësime me probleme. Rama brenda vitit 12.000 vende pune në industrinë fason. Pakete religjore për lehtësimin e këtij biznesi. Barnat e rimbursueshme shtojnë 56 ilaçe të reja. Ministri Çuçi, jo reformë territoriale, por qëllime elektorale. Kushte dhe kategori të reja për përfitimin e ndihmës sociale. Skema ndryshojnë kriteret dhe rekomendacioni. Këshilla mjekësore, kafeja kundër diabetit dhe arteriosklerozës. Problemet me sytë si të shmangni infeksionet. Zbardhen videot e thirrjeve ekstremiste. Opinione, mbushim jetën me ditë apo ditët me jetë, nga Gëzim Tushi. Bara e provës së ushtrisë nga Albin Kurti. Kur zhuma nacionaliste mbyt ofertën ekonomike, nga Emin Azemi. Këto dhe të tjera artikuj do të lexoni te gazeta Ballkan. Vijojmë me gazetën Zëri i Popullit. Rama, qeveria, angazhime të realizuara për biznesin fason. 55 barma të reja në listën e rimbursimit, beqja i mbulim për më shumë sëmundje.
Institucionet debitore, qeveria i hap rrugën shlyerjes së faturave të energjisë. Në punësi civil, Këshilli i Ministrave miraton procedurat e rekrutimit dhe të emërimit. Çuçi reforma territoriale, jo për qëllime elektorale. Zëri ndryshe, portret bij të Vlorës nga Gim Yazaj, festa e nënave dhe arsimtarve nga Bajram Aredine. Në Kulmak ku formua qeta e skraparit nga Islam Bako. Robert Çlero, adetar i përkushtuar. I kërkojnë ndjes? Robert Çelo, adetar i përkushtuar nga Angel Fino. Praktik profesionale për studentët e drejtësisë, velia i të rinj më të prekurit nga papunësia. Intervista, Gjosha Bruxelli inkurajon qeverinë të vazhdojë me reformat e nisura. Toka për vareza të reja, Ministria e Brendshme vonesa përgjegjësi e Bashkisë së Tiranës. Këto ishin disa nga artikuj kryesor të gazetës Zëri i Popullit. Vijmë në gazetën shqiptaria.com. Xhihandistët shqiptar, parat nga dyqanet halal si i futën në kurth prokuroria dhe shërbimi inteligjent rekrutuesit e besimtarve për në Siri. Humori i hidhur nga Arsen Duka, papunësia është sot opozita e vërtet. Para sa vitesh kisha një punë, po vetësime i vura hun. Koment nga Ilir Dhima, terrorizimi përfshin dhe mercenarizimin. Anullimi, konviktin e gjuhëve të huaja e merr Veliaj. Gjergj Frashëri, pasuria arkeologjike është në rrezik. Koha joni, Kollesi të rihetohet për djegjen me 1997. 56 barna dhe 7 diagnoza të reja trajtohen nga shteti. Sistemi, Ania SBA teston radarët. To ishën disa nga artikujt kryesor të shqiptaria.com. Vijojmë me gazetën Tema. Aktualitet, në Shqipëri 10 xhami ilegale. Imami i arrestuar të krijojnë një shtet islamik me ligjet e shairës. Lista e rimbursueshme, qeveria shton dhe 55 barna të reja. Faturat e energjisë në prill shlyhen borxhet. Të papunët me diplom, 1 në 3 të rinj të papun kanë bërë arsimin e lartë. Iku dhe Hyseni, presidenti Brohoret mbi gërmadhën e pasigurisë kombëtare. Akuza bashki qeveri për varezat. Editorial nga Merobaze mbi rrezikun real të lacitetit në Shqipëri. Çekët kërkojnë 200 milion euro, dështojnë negociatat me ÇEZ. To ishën disa nga artikujt kryesor gazetës Tema. Vijojmë me gazetën shqiptare. Recep Qosja, sulmen nga LDK, Isa Mustafa, zyrtari i Miloševićit. Rekrutimet për në Siri, dokumenti i Agjencisë së Sigurisë. Harta sekrete xhamia e tretë në survejim. Informatori i Shish, takimet në mëzes të xhihandistëve. Krahas mëzezive unazës së re vëzhgohet xhamia në autostradën Tiranë-Durrës. 8 arrestuarit sot masa e sigurisë i ati imamit hysa s'ka lidhje me Sirin. Ligji plot viti i parë quhet provë, administrata aprovime gojë para testit me shkrim. Senati francez, statusi jo në presionin e ekstremistëve. Tiranë, Bashkia dhe Ministria përplasje për varezat. Lista e tretë me kodet e shkollës së policisë. Lubonja, unë miratova këngët e festivalit e 11 RTS-s. Prokuroria blokon 2 faqe interneti, dyshimi Dumani i mori 2 fëmijët me vete në Siri. To ishën disa nga artikujt e gazetës shqiptare. Vijojmë me gazetën Koha Jon. Ministria e Mbrojtjes që sulmon komandantin e përgjithshëm. Presidenti sulmohet nga një grua por që komandon burrat e ushtrisë. Ilir Meta dhe presidenti i Senatit të Francës Jean-Pierre Bell. Prokuroria e Tiranës merr në pyetje botuesin Nikol Lesi. Intervista, Keda Kaceli jetëson në italish Biblën e dhimbjes së Acef Plumit. Speciale shëndetësi, si mund të kuroheni nga reumatizma, ndiheni gjithmonë të lodhur, zbuloni arsyet. Këto dhe të tjera artikuj të zgjidhni në suplementin speciale shëndetësi.
Opinion, tryeza presidenciale e sigurisë qoka porrisi, nga Giovanni Shyti. Opinion, a e di zoti kryeministër, nga Kol Malaj. Horoskopi dhe fjalkryqet në koha jon, argëtim. Ish futbollisti Dinamos Ilir Daja si e shpëtova dëshkimin politik nga Ratisja Pjerin Nokës. Këto ishën disa nga artikuj kryesor gazetës Koha Jon, vijoj me gazetën Shqip. Shkollë ilegale Gjihandi në Tiranë. 10 fëmijë mësojnë islami radikal në xhaminë e Unazës së Re. Arsimi në funksion të zhvillimit ekonomik. A shtrembërohet realiteti nga lajmet nga Blendi Salaj. Tiranë dhe Pogradec 2 vrasje në derë të shtëpisë. Mbyllen zyrtarisht varrezat e Sharës dhe Tufinës. Pyesni Berishën dhe Likën për djegjen Koha Jon. Rregullat e reja për rekrutimin e nënpusëve të administratës. Alfred Peza, indiferenca Amas favorizoi piraterinë. Tiranë, qeveria rimerr konviktin e gjuhëve të huaja. Kategoritë të sëmurëve që përfitojnë barna me rimbursim. Komiteti Shqipëri PE debat pozit-opozit në Strasburg. Këto ishin disa nga artikuj kryesor gazetës Shqip, vijoj me gazetën Panorama Sport. Skënderbeu njeh blof, diela ndeshje trukuar. Kreu i klubit Krutan është piramid si Sudia dhe kërkon të lajë borxhet me futbollin. Reagon Takaj, le të shkojnë në prokurori. Barça likuidon Cityn, PSG përmbys Leverkusenin. Zgjohet Partizani, vendosin 2 penallti kundër Bylysit. Barazi me Vllaznin, Gjiçi do rishikoj pozicionin. Kategoria lojtari i DS-s bie pandjenja në fush. Balo sher me Jongun, tifozët ktheu tek Interi. Kajzeri Bajri Guardiolës është i mërzitshëm. Conte shkund Juven, kujdes nga Fiorentina. Kombëtarja dhe Bjazi jap se iku i Kani te Kosova. I mundi Shqipëria pezullon 6 futbollistë. Champions e Axiatik shënojnë Suka e Bulku. Magani e njoh Teutën e di sy fyet. Këto e të tjera artikuj mund t'i lexoni te gazeta Panorama Sport, vijoj me gazetën Rilindja Demokratike. Pak, rritje trafiqeve nga Shqipëria, fyle të hap syt. Rama mbyll varrezat, nuk bën shpronësimet. Frika nga Tritoli, fotot e vilës bunker të kryeministrit. Vila e Ramës edhe murat e dhomave janë me beton. Projekti është një studio arkitekture franceze, objekti është ndërtuar i gjithë me beton, muret rrethuese, muret ndarse dhe ato mes dhomave dhe hapësirave të tjera, të gjitha prej beton. Islami, 3 arsyet pse Rama e kërkon me nxitim reformën e territorit. Franca kundër Ramës për statusin e kandidatit në BE. Bilanci 24 orëve, 2 të vrarë dhe 2 të plagosur. Mashtrimi i Beqes, nuk rimbursojnë 55 barra të reja, por përsëriten. Këto dhe të tjera artikuj mund t'i lexoni në gazetën Rilindja Demokratike. Vijoj me gazetën Shekullit. Administrata si punësohesh. Komiteti përhershëm i pranimit zvendëson mikun për të gjetur punë. Konkurimin dalin jashtë loje drejtorët dhe kryebashkiakët. Në komitetet e pranimit futen edhe ekspert të pavarur. Imami i xhamisë te Unaza e Re u bënte thirrje besimtarve për xhihad në Siri. Vendimi i Laçet me rimbursim miratohet lista me 55 barna të reja. Njoftimi, s'ka tokë për vare në Tiranë, pas Sharës mbyllet dhe Tufina. Pse një forcë armatosur e Kosovës? Ushqeni fëmijën me gji, ulet vdekshmëria, foshnjore. Tragedia në SBA, fjalët e fundit të 27 vjeçares, më shpëtoni fëmijën. Dritan Shutina, reforma territoriale si do t'jetë ndarja më 4 dhe 6 rajone. Hervin Çuli, 134 milion lek borxhe asfatos Sela dhe Roland Trebicka si morën parat. Këto dhe të tjera artikuj mund t'i lexoni në gazetën Shekulli. Vijoj me gazetën Panorama. Ndryshon konkursi, administrata vendimi për rekrutimet e reja. Qeveria miraton vendimin për rregullat e rekrutimit administrat. S'do ketë fitues me më pak se 70 pikë. Trajnimi detyrueshëm.
Opinion, sfidat e harmonisë midis pjesëve të shtetit nga mentor Nazarko. Opinion, ndihma për nazim e vishëm prej Kurthit për presidentën, nga ndriçim Kulla. Bara e provës së ushtrisë nga Albin Kurti. Qeveria vendos të shlyej borxhin $100 milion të energjisë elektrike, penalitete dhe për qytetarët. Ndalohet hipotekimi i pronave dhe kualidimi i makinave pa paguar faturën e energjisë. Sigurimi i makinave para pagimit të taksave. Kush përfiton? Vendimi lista e 56 ilaçeve të reja që do të rimbursohen. Meta, fryme integrimit, jo bllokim. Debat PSPD në Strasburg, Franca, nuk ndikohemi nga ekstremistët. Arestimi i imamit për terrorizim. Tërhiqen 16 fëmijë nga xhamia. Këto ishën disa nga artikujt e gazetës Panorama. Vijojmë me gazetën Mapo. Zbardhen përgjimet imami krenar për vëllezërit e xhamisë të vrarë në Siri. Meta me kryesenatorin Bell. Franca arsyet e vendimit të dhjetorit për statusin. Doris Pack, s'mund të mbyllim syt para problemeve. Në punësi civil ja procedurat e rekrutimit administrat. Prokuroria rihapet dosja e djegjes së Kohajon, lesi të pyeten ish zyrtarët. Zgjerohet lista 56 ilaçet e reja që të rimbursohen nga shteti. Koment nga Armand Shkullaku, qeveria e ekraneve. Opinion editorial, mbi heronjtë të jetimin për inflacionin e lavdis. Koment nga Emin Azemi. Papërgjeshmëria sociale e biznesmenit shqiptar. Koment nga Blerta Aliu. Këto ishën disa nga artikujt e gazetës Mapo. Vijmë me gazetën Tirana Observer. Punësimin administrat, ja procedurat e rekrutimit. Opinion, qytetërimi postmodern dhe problemi i kuptimit të jetës. Stresi dhe sëmundjet kronike nga Angela Peza. Kakofonia opozitës dhe Europa që ndërojnë nga Luan Kurti. Ishte i dënuar me vdekje pas 30 vitesh burgudeli i pafajshëm. Imami Balla bënte thirrje për xhihad në Siri me foton e Obama Bin Laden. Alban Dudushje emërohet në agjensi për shoqërinë civile. Shkruante Agolli Çabej Shuteriqi ditën kur diq Fanoli. Speciale Time 6 dukjet më misteriozeve të aeroplaneve në histori. Dosier një letër arvanitase e shkruar në Londër më 1824. Lista e plot 56 barnat e reja që rimbursohen nga qeveria. Këto ishën disa nga artikujt e gazetës Tirana Observer. Dhe me gazetën Tirana Observer mbyllet shtypi i përditshëm për datën 13 mars 2014. Ju falenderoj që na ndoqët, ritakohemi. Mirupafshim.